Përshëndetje kryetar, përshëndetje kryesues, ju kolega Sambesh dhe të gjithë pjesëmarrësit e fije që sot janë në sallë, përshëndetje të gjithë qytetarët të cilët po na ndjekin nëpërmjet mediave. Po mundohem nga kjo fuqishore dhe në sanë racionale, nëse po shoqet kjo karakteristikë, kjo veti që duhet të përfaqësoj të gjithë asamblejistët si përfaqësues ka humbur shumë, sidomos evente tekstore në mënyrë të veçantë. Evente tekstore që ka humbur si veti nga asamblejistët e radhave të komunitetit Pakicë, të cilët po shihet se e kanë marrë si primat të përfaqësojnë në mënyrë vetëm të mundshme duke grumbuar fjalë dhe duke bërë fjalimet të stërzgjatura. Jo të nderuar, secilën herë që pyetet a do të dikush ta marrë fjalën, nuk do të thotë se do të dalet vetëm të bëni propagandë, edhe të mundoheni të akuzoni pushtetin aktual, i cili është të hequr nga një kryetar i mirëfilluar të gjitha komunitetet. Ne jetojmë në një kohë kur vlerësohet në cilësia e fjalës e jo sasia e saj. Kisha lutur në maksimum që të mundoheni edhe të mos propagandoni, të shpifni edhe të herni poshtë punën e kryetarit që kinse nuk po e respekton Pakicat. Nuk e di nëse ka komunë. Unë për vetë jam shumë e sigurt se nuk ka komunë në Kosovë e cila i respekton më shumë të drejtat e komunitetit Pakicë. Viktimizimi nga ana juaj ka qenë veti edhe në mandatin e kaluar. Ndonjëherë kemi anashkaluar, ndonjëherë kemi vërtetësi që 3 seanca prej se kemi filluar ose e 4-ta, për shkak të moshës, respektit për moshën që e kemi, jam munduar në maksimum të mos ju përgjigjen. Mirë po, është e tepruar gjendja në të cilën po paraqitemi në korridorin duke akuzuar kryetarin aktual i cili po bën maksimumin në respektimin e të drejtave të Pakicës. Mundohemi që këtë foltore ta përdorim sa më shumë në ngritjen e mirëqenies së qytetarëve, e jo në propaganda të ndryshme duke mbushur mendjen atyre që nuk e dini gjendjen se sa të drejta keni ju si Pakicë në këtë kuvend. Faleminderit.